Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Unë fakt çdo vit për ditën e verës i kam bërë vetë ballakumet. Ka vite të tëra. Edhe si vjet thash pse jo, patjetër se si vjet kam dhe goxhin e nonë që mbesen. Nuk do bëj shumë, do bëj gjysmë masë, si i thonë, jo 1 kilogram miell misri, po 1 gjysmë kilogram. Besoj e shikoni. Është special fare. Për këtë masë duhen 250 gram gjalp. Gjalpin do ta zbuz pak. Do t'jeti vakët gjalpi, nuk është mirë t'jeti ftohtë dhe kështu i ngrirë absolutisht. Është gjalp bio 300%. Në përgjithësi, me gjysmë kilogrami miell misri, njerëzit përgjithësi dhe receta është me gjysmë kilogram sheqer. Pluhur është mirë se bëhet më shpejt, po për zotin unë as 400 nuk i kam hedhë se nuk i du shumë ta umbla. Është mirë 4 vezë të mira, mesatare. Katuni janë bio, speciale, qik fare gjys, i thonë si gjysëm levosh gëveze, fi. Këtë fi një shoqe masolli, me thonë drejt në zotit, se unë nuk kam. Dhe është mirë në fund fare, për të bërë dhe më shumë lidhje, t'i hedh një dorë miell gruri, edhe ky miell katuni. Do t'i hedh ke ky tasi me këtë lugën e drurit, në fillim fare sheqeri me gjalpin, një gjysore për zotin ta këpusin krahun, po unë do filloj t'i bëj avash avash. Pasi e raha mirë, gati 30 minuta, me ndihmë, se vetë për zotin të këputet krahu, tani një nga një do filloj vezet, dhe çdo vezë është mirë 3-4 minuta, me rrafi qik si shumë, deri kur t'i marrë të gjitha. Pastaj avash avash, miellin, qik fi dhe një dorë miell gruri. Kjo është gjendja. Tani sa po hodha dhe vezën e fundit, e shikoni besoj si është bërë. Fantastike fare. Miqtë e mi, është shumë e rëndësishme që sheqeri me gjalpin duhet të shkrihen. Shikoni, të lodh të këput, po shi si ka dalë, shikoni vetë. Fantastik. Tani mund t'i hedh qik fare fi, ju thash, fija shërben, edhe po se pate nuk ka në gjotë madhe, mund t'i hedhësh dhe ujë, mund t'i hedhësh dhe qik qumësht, për të bërë si më të shkrifta. Kaq. Pastaj do filloj avash avash me këtë lugën, tu hedh nga i qik miellin, se kështu duhet. Pastaj direkt me dorë në një tepsi me letër. Edhe në furrë të parangrohur me 180 gradë, një 10 minutat e para, pastaj mund t'ja ulësh dhe ke 170-160 që të piqen mirë. Kjo është gjendja brumit në fund fare. Pas të gjithë proceseve, goxha të lodhshme. Tani me dorë, me një lugë, me çfarë kesh mundësi, i hedhëm të kjo tepsia me letër, sobën e kam ndezur. Unë në fakt do i bëj masa jo shumë të mdhaja ballakumet, sepse unë do t'i dhuroj shumicën. Gëzuar ditën e verës. Kjo është tepsia e parë. 7 copë kanë dalë, nuk i kam bërë shumë të mdhaja, por 30 minuta në furrë të parangrohur 180 gradë. 10 minuta, pasaj në 170 gradë, 20 minutat e tjera, 22. Shikoni. Fantastik. Mos keni qef t'ja ndaj, ta shifni kështu. Shi. Janë vezët, janë çdo gjë. Ja. Gëzuar ditën e verës dhe ardh një verë e bardhë e begatë për të gjithë ju.